Në fakt, zyrtarët më të lartë mund të themi të qoftë të Ministrisë Brendshme, po ashtu të Policisë së Shtetit, por edhe të Bashkisë së Tiranës mbërritën vendngjarje më herë pasi situata doli jashtë kontrollit, mund të themi dhe mori këto përmasa kaq të mëdha dhe kaq alarmante, është duke u punuar momentalisht nëse do të shohim edhe me sy të li, por edhe nëpërmjet mendimën e operatorit, 3 kate janë kryesisht të cilat pjesa e mesit mund të themi e pallati 12 kaq, i cili është në flak. Nëse do të shohim, situata është edhe më e rëndë në pjesën anësore, ku momentalisht jemi duke ndjekur, kjo për shkak edhe se në këtë anë është duke u punuar vetëm nga një shërbim zjarfikës për ta vënë në kontroll situatën, po për shkak se edhe për numrin e pamjaftueshëm mund të themi të shërbimeve zjarfikse nuk është e mundur pra situata të normalizohet prej më shumë se 2 orësh, në fakt që prej orës 17 ku ka nisur pra edhe kjo ngjarje, pra kur nisën edhe flakët e para të përpinin më pas të gjithë pallatin, pjesën e pasme të pallatit. Dëmet janë të konsiderueshme dhe kolosale mund të themi, por nga ana tjetër edhe zyrtar të cilët po ashtu edhe vetë drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, i cili deklaroi se këto dëme do të bëhen menjëherë sapo situata, pra do të përllogariten menjëherë sapo situata të vjet në kontroll, dhe për momentin e rëndësishme është që të kemi një normalizim të situatës dhe flakët të shuhen. Her pas here në fakt ka pasur riaktivizime të zjarrit, kjo për shkak se aty ku në fakt është fillimisht duke u punuar nga ana e shërbimit zjarfikës për ta vënë situatën në kontroll, duket se në krahun tjetër bëhet situata edhe më e vështirë dhe më alarmante. Ndërkohë, po ashtu janë duke u punuar në terren me një numër të shtuar, të cilët fillimisht ka pasur më pak shërbime zjarfikëse në momentet e para që ndodhi kjo ngjarje, por për shkak se edhe fasada e jashtme e pallatit mori flak menjëherë për shkak të polesterolit apo të mënyrës pra të cilët materialin pra të cilët ishte i ndërtuar, ishte i vendosur në pjesën e jashtme, pra në pjesën e fasadës të pallatit, por më pas apartamentet nisën të marrin flak njëra pas tjetrës, duke rrezikuar në këtë lloj forme edhe jetën e shumë qytetarëve të tjerë, të cilët mbetën të bllokuar mund të themi në momentet e para që ndodhi kjo ngjarje brenda. Pjesa më e madhe e banorëve sapo kanë parë flakët të përhapen kanë nisur të dalin jashtë ambienteve, po ashtu jashtë ambienteve dolën edhe apo u evakuan nga banesat e tyre edhe banorë të tjerë të cilët në fakt nuk ishin pjesë e këtij kahu, mund të themi pallati ku u përfshin nga flakët, por në anën tjetër të pallatit, por edhe banorë të pallateve të tjera, duke qenë se vendi pra vendngjarja është mes një kompleksi pallatesh, duke bërë edhe më të vështirë mund të themi terrenin dhe situatën për të ndërhyrë, për të normalizuar po ashtu situatën. Është duke u punuar po ashtu njëkohësisht edhe me 2 helikopter, edhe pse mund të themi janë të rrallë ardhjet e tyre në ndihmë të forcave zjarfikse, duke qenë se këta të fundit thuajse kanë bërë punën më të madhe, të paktën deri në këto momente për shuarjen, për punimin, për shuarjen e flakëve, edhe pse nuk po vihet në kontroll si situatë, po njëkohësisht është duke u punuar po ashtu edhe me 8 shërbime zjarfikse dhe 6 që janë nga emergjencat, por me mbi 50 punonjës të cilët janë duke luftuar me flakët për ta vënë situatën në kontroll. Përfshir këtu po ashtu edhe ushtrinë përtej pra shërbimit zjarfikës dhe Policisë së Shtetit, është ushtria po ashtu emergjenca civile, por edhe po ashtu nga qendra spitalore universitare Nën Tereza, për shkak se në vendngjarje ndodhen edhe 4 autoambulanca, të cilat që në krye të herës kanë qenë në gatishmëri thuajse 2 pavione, po ashtu ai djegjesë plastike, por njëkohësisht edhe urgjenca, të cilët kanë qëndruar në gatishmëri nëse situata do të përshkallëzohej me një numër më
të lartë pra të lënduar, por që fatmirësisht mundën të dilnin dhe të evakuoheshin më në kohë. 7 persona janë dërguar në spital për të marrë ndihmën e nevojshme, 2 prej të cilëve në fakt ndodhen në pavionin e djegjes, që kanë marrë dhe plagë pak më të rënda, mund të themi, në trup si pasojë e flagëve, por pjesa tjetër i është dhënë pra 5 personave të lënduar, mes të cilëve qytetar dhe pjesë e shërbimit zjarfikës janë duke u trajtuar dhe duke marrë ndihmën e nevojshme në urgjencën e spitalit. Ndërkohë, pjesa e perimetrit të sigurisë, vendi ku ne ndodhemi në fakt Renaldo, jemi mes disa lagjeve dhe pjesën e pasme, ku është edhe situata më e rënda apo më kaotike e kësaj ngjarje, është izoluar dhe nuk lejohen pra për shkak se ka edhe banesa të tjera 1, 2 apo 3 kaçe, por njëkohësisht edhe pjesa tjetër e pallatit, por edhe ata banorë të cilët apo ata qytetarë të cilët nuk i kanë banesat e tyre në këtë pallat, nuk janë lejuar pra për shkak të perimetrit të sigurisë që të futen brenda banesave të tyre, për shkak edhe të rrezikut që kanosi që në fillim pra kjo ngjarje pasi zjarri nisi të merrte për masat e mëdha. Kemi parë në momentet e para Xhensila edhe një përplasje të qytetarëve me efektivet e policisë, të cilët qytetarët kërkonin të hynin në ambientet e shtëpive të tyre, por janë peguar në fillimet e para të këtij zjarri nga efektivët e policisë. Ndërkohë kemi një komunikim të fundit nga Ministria e Mbrojtjes. Xhensila të kërkoi të qetësohesh, është e kuptueshme pasi situata dhe prania e tymit aty është e lartë, ndërkohë që duhet lexoj një njoftim të fundit nga Ministria e Mbrojtjes. Në vijim të situatës së krijuar nga zjarri në një kompleks banimi në kryeqytet, janë angazhuar 10 mjete zjarfikse dhe personel në terren, thot Ministria e Mbrojtjes. Fatmirësisht nuk raportohen persona të lënduar si pasojë e zjarrit. Zjarfikësit e Bashkisë Tiranë kanë operuar me kapacitete të plota si në mjete ashtu edhe në personel. Në ndihmë janë bashkuar edhe zjarfikësit nga Bashkia Kamës dhe mjete zjarfikse, si dhe 10 efektiv nga Bashkia Vorë me 2 mjete dhe 10 efektiv. Gjithashtu forcat armatosura janë angazhuar me 4 mjete zjarfikse, 26 efektiv dhe 1 helikopter Cougar UKT ka mbështetur operacionin me 3 autobote ujë, ndërsa strukturat janë në gatishmëri të plot deri në normalizimin e kësaj situate, thot Ministria e Brendshme në njoftimin e bërë pak minuta më parë. Nuk e di nëse kam Xhensilën apo Osmanin në këto komunikim, do të shkoja me kolegun Osman Stafa, nëse kemi Kryetarja në detyrë e Bashkisë së Tiranës, zonja Ristani.